Ish-kryeministri Sali Berisha kërkoi lirimin e 4 të rinjve shqiptar që janë arrestuar në Beograd, duke paralajmëruar se opozita do të ndërmarrë protesta të fuqishme për ambasadën serbe në Tiranë në rast se kërkesa e tij nuk plotësohet. Kjo është unike në botë, kjo është turp. Ndaj kërkoj edhe një herë lirimin urgjent. Përndryshe opozita do të ndërmarrë hapat e veta të protestave të fuqishme para përfaqësisë së Beogradit në Tiranë. Ata duhet lirohen menjëherë. Kryedemokrati komentoi dhe deklaratën e Komisionerës për Zgjerim në Bashkimin Evropian Marta Kos, e cila u shpreh se shoqëria shqiptare tregon nivel pranimi ndaj korrupsionit. Berisha i quajti këtë deklaratë raciste dhe korruptive. Është një deklaratë e mirëfillt, raciste dhe korruptive. Nëse kemi të bëjmë me korrupsion politik apo korrupsion monetar, kjo është çështje e institucioneve të hetimit të Bashkimit Evropian. Por të akuzosh një shoqëri se pranon korrupsionin në një kohë kur mbështet hajdutin me gjithë peshën që ka komisioni, pak me thënë, po ngjet si ortak i tij. Ai nuk la pa komentuar dhe replikat mes Elisas Piropalit dhe Taulant Badhës lidhur me votimin për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut, duke përdorur kritika të ashpra për sjelljen e tyre politike. Elisa kërkon qiqra në hell. Elisa kërkon në shpellën e mafjes debat të hapur. Pra, kjo shpreha më e butë që mund të përdorja për kërkesat e Elisës. Kërkon debat të hapur për Lubin. Dhe ja kërkon taos debatin. Në kohë që e din që Skënderbuçi i saj është kryekput, është të themi lubia me pantallona. Për më tepër, Berisha akuzoi qeverinë dhe kryeministrin Edi Rama se kanë ndruar klubet sportive, Partizani dhe Dinamo në struktura për pastrim parash të lidhura me aktivitetet e palishme dhe bastet sportive. Rasti është kjo që familja Rama ka shtënë në dorë të dy klubet, thoni ju, aty lahen paratë e drogës. Në të dyja. Aty janë kthjetrat e mafjes mbi bastet sportive dhe bastet tjera. Dënoj këtë vërtetari kriminale të familjes Rama dhe tentakulave të saj. Po ashtu, Berisha komentoi përjashtimin e dy këshilltarëve demokrat në Bashkinë e Durrësit, të cilët sipas tij shkelën statusin duke bërë fushat në zgjedhjet për Partinë Socialiste.